mendoj se një lloj reciprociteti duhet të ekzistojë edhe mes drejtave të njeriut, qoftë domethënë shqiptarëve që ndodhen jashtë kufive, Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë azbëcion për shqiptarët që jetojnë në Kinë për Shqipës. Për çfarë lloji reciprociteti keni fjalën këtu? Së pari falenderoj juve si televizion lokal, por edhe si televizion rajonal, që keni arrit të përmasa. Reciprociteti është fjala për drejtat e njeriut dhe drejtat kolektive. Gjitha të drejta që i gëzojnë serbët lokal në Kosovë, duhet t'i gëzojnë edhe shqiptarët në komunat Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Këto si që dini edhe ju dhe si që dini edhe opinionin ndërkombëtar, serbët këto gëzojnë gjitha të drejtat janë të diskriminuar në kuptimin më pozitiv dhe janë me një universitet që funksionon në Mitrovic, po me ato të drejta edhe drejtime që ka dhe Universiteti Shqiptarëve në Prishtinë. Serbët në Kosovë gëzojnë dhe kanë edhe komuna, kanë të drejtën në përdorimin e gjuhës zyrtare, në përdorimin e simboleve kombëtare, në ruajtjen e trashëgimisë e kështu me radhë. Kurse shqiptarët atje nuk kanë kurfar të drejta. Dhe këtu është ajo tërheqja e vijës krahasimore, reciprociteti që Serbia atë që kërkon dhe këmbgul për serbët, për bashkëvendasit e saj në Kosovë, do t'ja mohoj. Nuk ka të drejtë vërtet t'ja mohoj, por do t'ja pranoj sa më parë gjitha të drejta që t'i gëzojnë edhe shqiptarët. Duhet t'i numërojmë, sepse shqiptarët nuk gëzojnë të drejta në përdorimin e gjuhës, në përdorimin e simboleve kombëtare, në arsimimin e lartë dhe superior dhe në drejta tjera. Nuk kemi përfaqësim adekuat sa është popullata edhe në shërbysit civil, nuk kemi në polici, nuk kemi në gjykata, nuk kemi në katastër, sistemin bankar e kështu me radhë. Pra, shqiptarët nuk marrin pjesë aktivisht sa janë si popullatë. Ju e dini që Presheva është mbi 98% shqiptarë. Bujanovci është po ashtu afër 70%. Afër gjysma e banorëve të komunës së Medvegjës përbëhet me shqiptarë. Nuk gëzojnë, nuk kanë kurrë të drejta. Sa pluhuri qohet dhe ngritet shumë për hapjen e një fakulteti në gjuhën shqipe dhe ende nuk e kanë. Fakultet publik i financuar nga shteti, sepse edhe shqiptarët janë taksapagues të pati shteti. Ata që vinë në që ata nuk mund të tjenë banorë Kosovës dhe po ashtu në regjistrimin e popullsisë nuk kanë regjistruar si datim. Pse bën të diskriminime qoftë vendit? Në Kosovë ka një pjesë e popullatës të madhe të ardhur pas luftës, në këtë rast pas qershorit 99 të Këndej, me rastin e tërheqjes forcave vrastare nga territori administrativ i Kosovës, ato u përqendruan rreth përçark 3 komunave dhe u përqendruan në vendbanimet lokalitetet shqiptare dhe atje filluan një frikë, një pasiguri, u instaluan forca të mëdha, arsenali i madh ushtarak dhe nga kjo pasiguri e madhe filluan shqiptarët të lëshojnë trojet e veta. Pastaj ju e dini që shqiptarët atje kanë bërë edhe një luftë, një kryengritje të armatose përmes ushtrisë trimtare për Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Dhe me rastin e këtyre ngjarjeve, popullata nga atje filloi të lëshojë trojet e veta. Dhe nga kjo statistikë, nga kjo dhënë, është njoftën edhe faktori ndërkombëtar politik dhe ushtarak, edhe unë Haceri, që vetëm pas qershorit 99 deri në fund të vitit 2002 kemi 11.783 banorë të ardhur dhe të vendosur ekskluzivisht në komunën e Gjilanit. Si duhet të trajtohen këta banorë, si qytetarë të shpërndarë apo çfarë mendimi duhet të kenë? Faleminderit, edhe kjo është një pyetje shumë interesante edhe për opinionin e Anëmaravës dhe Maxher. Këto banorë të ardhur me që janë shqiptarë, nuk ishin vetëm shqiptarë, më lejoni ta sqaroj, vetëm nga 3 komunat, por kishte shqiptarë edhe nga pjesë tjera të Serbisë administrative dhe Vojvodinës, dhe ato erdhën këto. Këto duhet të trajtohen ashtu si njerëz, kuptimin
Dhe me kohë është bërë gabimi në vitin 99, gjithsesi me rastin e kalimit të kufirit, është dashur të evidentohen të gjithë banorët që hyjnë në territorin e Kosovës. Dhe nëse do të evidentoheshin me kohë, do të dihej saktësisht numri i atyre banorëve që kanë hyrë në territorin e Kosovës. Dhe pastaj do të ishte më lehtë edhe të bëhet regjistrimi i përkohshëm i atyre banorëve dhe kështu do të pranohej nga institucionet zyrtare të Beogradit dhe Prishtinës që kaq është numri i tyre. Kjo statistikë është bërë fal vullnetit të mirë të disa njerëzve aktivistëve që është bërë, por nuk është pranuar as nga Kosova, as nga Serbia, as nga faktori ndërkombëtar. Këto duhet të regjistrohen në Kosovë dhe duhet të jenë banorë, por me që kemi pasuri edhe tokë atje, këto duhet të ruajnë dokumentet valide të vendit të lindjes, sepse duhet t'ju dalin zot pronave të tyre, shtëpive të tyre. Por nëse janë të interesuar, të jetojnë dhe të vazhdojnë të punojnë në Kosovë, atëherë pse mos të regjistrohen në Kosovë? Në këtë rast vlen që të posedojnë dy nënshtetësi. Ruajtja e nënshtetësisë të lindur dhe mbas të pronës, atëherë edhe nënshtetësia të IPët e Kosovës që janë përkohësisht të vendosura apo përgjithmonë. Kjo duhet të dihet dhe kjo duhet të pranohet zyrtarisht, sepse është një numër i madh. Ne themi në bazë të atyre statistikave, njerëzve që kanë punuar, dikon afër 50.000 banorë i kemi të ardhur pas qershorit në 99 deri më tash nga këto 3 komuna, por edhe nga komuna tjera nga Serbia dhe Vojvodina, që sot janë një numër shumë i madh në Gjilan e Gjetiu, domethënë gjithë Kosovën, po kemi edhe nga ajo pjesë edhe në Maqedoni. Një pjesë e madhe e kësaj kategorie ende nuk është regjistruar. Pra e ka një statut civil të parregulluar ende dhe mendoj në të ardhmen e afërt kjo duhet të gjendet një zgjidhje. Mirë, a mendoni se ka këndër efekte për shqiptarët e procesit e ekonomikës dhe kërshirës, vendosja e forcave speciale në pikat kufitare me Jani dhe për një akt të asfaltuar në Çmëri? Opinioni i Kosovës dhe më gjerë është i përgjithëruar rreth e përçark veriut, gjithsesi pikës 1 dhe 31 në veriut të Kosovës. Atje kemi një përqendim të madh të ushtrisë, të civilëve, mercenarëve, njerëzve që kanë kontrabanduar me mallra dhe produkte tjera, përfiter të kësaj periudhe. Dhe sikur qeveria ka bërë një hap shumë të mirë atje, por Kosova sikur ka punë të mirët me këtë çështje, por faktori politik dhe ushtarak ndërkombëtar do duhet të shtonte vëmendjen dhe të përcillte, të monitoronte edhe ushtrinë, policinë, gjendarmerinë, forcat ushtarake që janë atje në Medvegj, Bujanov dhe Preshevë, sepse kemi një përqendrim më të madh se më herët. Kemi një frikë, një pasiguri më të madhe. Paramendone se çfarë psikoze e pasigurisë është edhe të shqiptarët që jetojnë në qytetin e Medvegjës, në vendet, lokalitetet shumë të larta të komunës Medvegjës apo të Bujanovcit atje dhe që kufizohet me Vranja apo me Leskovcit në komunës Medvegjës, çfarë është i pasigurit. Duhet të monitorohen, përcillen, të evidentohen rastet, mos përqendrohet vetëm në Mitrovicë Veriut, sepse mund të ketë kundërefekte dhe këtë mund ta paguajnë shqiptarët atje, që në një farë mënyre mund të jetë një lëshim i vatrave, i trojeve tyre në mënyrë të heshtur, po kjo duhet të ketë më shumë vëmendje në këtë rast. Faleminderit edhe një herë që më dha pastaj. Pse jo? Ha qonin. Hajde, ai gati. A ke çu? A ke çu zonin kamerës? Po bre, po. Hajde. Shqiptare, Mos e livret ose me total veç moj, ose me. Veç total. kjo është, unë të njoftoj, sipas atlasit i cili është botuar në Shkup,
në vitin 2008, mund gabuar, dhe i kom nxjerr ato fletat mbrapa. 23 shtete janë më të vogla se Lugina, janë më të vogla për nga territori, nuk po flasim nga numri banor. Hajtë ndonjë për me, jam të shtarim. Po ka shumë, ka San Marino, ka do shtete ta... Që nuk kanë luftu ma shumë për një. Na mund të përmirësim. Mund t'i përmirësim, po s'pona përkrajnë tjetë. Si luft 1992, është bo referendumi, 2002 mas. Është bo lufta u qëmëvës dhe marrëveshje konqullit, që ki pite fletka. Hajde sa. Sicilia dhe... A ke qu? Fusha e shehut. Livadi i shi. A ke qu? Kurse Sicilia është në bivra. Ka përdu shumë, Ka arsenal malë shtarë. Bile, nësë njerëz atë i kanë shku, dhe mund kanë pyta, mos ka... Mund të shkypi. Anone. Nuk mund të thunë që është politike dhe pse i një një. Pse po harron facilitet shqiptar nga Shkova? Atje ka kundër efekte. Dëmon. Ditë shumë, rreth kohë. Është ka mësë mbledhë nga se të me ju shpejt